Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i quajmë salavat e selam e pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë me dersin e radhës, pra është ligjërata e tretë që rreth sirrës së sahabeve në përgjithësi, dy ligjëratat e mëhershme, gjithashtu edhe në ligjëratën e sodit, do të flasim prap për disa baza dhe parime të rëndësishme që ndërlidhen rreth sahabeve në përgjithësi. Pastaj inshallah javën e ardhshme vazhdojmë tutje me ngjarjet konkrete dhe zhvillimet të cilat kanë ndodhur menjëherë mas ndrimit jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nga aty inshallah fillojmë tutje. Javën e kaluar kemi folë për një temë që gjithashtu mendoj që ka qenë shumë e rëndësishme me pas parasysh ose me kuptu besimtarët posaçërisht për kohën bashkëkohore. Ajo ishte rreth besueshmërisë, integritetit dhe vlerës së sahabeve në përgjithësi. Kemi shpjeguar se vërtet sahabët si gjenerat, si grup, konsiderohen gjenerata e zgjedhur apo brez i zgjedhur nga ana e Allahut të Madhërisht që e kanë shoqëruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë vazhduar emanetin e përcjelljes së fesë gjeneratave të cilat kanë ardhur pas tyre. Prandaj edhe kemi shpjeguar edhe çështjen i kemi quajt adale, që në shqip është për qëllim çaj besueshmëria në atë që e kanë përcjell. Po gjithashtu kemi thonë që nuk është për qëllim me adale pagabueshmëria e tyre. Për arsye se ata kanë qenë njerëz sikurse njerëz të tjerë, në disa situata rrethana kanë gabu, kanë pas do thotë në ato mospajtimet edhe fitnet të cilat kanë ndodhur në mes tyre, kanë qenë reale dhe ato nuk ka dyshim që janë zhvilluar mirë, po ato gjëra nuk kanë shkaktuar që apo nuk duhet me qenë për neve pretekst që të akuzohen ata në integritetin dhe në moralin apo përgjegjësinë e tyre në përcjelljen e fesë. Me një fjalë, të akuzohen me shpifje apo me gënjeshtrim në atë që kanë përcjell prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se kemi thënë, vërtet është shumë e qartë kjo çështje. Sahabët janë ata të cilët na kanë përcjell Kur'anin dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vërja në dyshim integritetin e tyre e vën dyshim edhe Kur'anin e vete. Dhe prandaj ne dim që as Kur'ani as hadithi nuk është transmetuar në formë automatike neve ose gjenerata mas sahabëve, po ata na kanë përcjell neve dhe nuk ka dyshim që ata janë besueshëm dhe besnik në atë që kanë përcjell, dhe kemi përmendur edhe disa nga ajetet, fjalët e Allahut të Madhërisht që vërtetojnë këtë besueshmëri, gjithashtu edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nxjerrin pa këtë integritet dhe këtë besnikëri të tyre. Sot do të vazhdojmë tutje për arsye se duhet të sqarojmë edhe disa keqkuptime, për shkak që feja nuk ndërtohet vetëm me lavdrim edhe përmendje atyre gjërave pozitive, mirë, po duhet përmenden edhe disa gjëra të cilat janë thënë në lidhje me sahabët në përgjithësi, disa dyshime, disa paragjykime në histori nga ana e disa grupacioneve në përgjithësi. Do t'i shtjellojmë disa nga ato më të rëndësishme, më të përgjithshme, kurse në detajzime inshallah do të flasim kur vim në situata konkrete edhe në ngjarje ma konkrete të cilat janë zhvilluar pra në historinë e sirrës së sahabeve në përgjithësi. Pra nuk ka diçka që më u friksu nga pyetjet apo ngritja e këtyre keqkuptimeve të tyre, por ajo që kërkohet është që të largojmë nga vetja emocionin, po sqarohen gjërat do thotë drejt dhe ta kem parasysh që se çdo kush apo kush do të qoftë që i akuzon, mundet mi akuzu sahabët për tradhti
apo t'i quaj ata të padrejt, apo që kanë ndryshu, ose kanë dalë pej fesë e kështu me radhë, kjo automatikisht nënkupton edhe prekjen e themeleve dhe bazave të fesë në përgjithësi, duke filluar prej Kuranit edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ajo që është e logjikshme që kemi përmendur ndoshta edhe javën e kaluar është që nuk mundesh me ndërtu një fe mbi një brez, pra mbi brezin e sahabeve, pastaj në të njëjtin kohë edhe me diskutu integritetin e atij brezi. Për arsye se ti po diskuton edhe po rrëzon vërtetësinë e asaj që e kanë përcjell edhe kjo gjenerat. Prandaj nuk është kjo e logjikshme në asnjë formë. Është njëjtë sikur me thon kushtimisht, tash me marr një shembull klasik shumë thjesht, sikur me ta pru dikush një shënim para vetes edhe me ta pru atë shënimin përgjithësi për ndonjë informacion apo diçka lidhje me të, ti më marr dokument me thonë që kjo është e saktë, po ai që e ka pru këtë dhe ka shkruajt këtë nuk është i besueshëm. Prandaj si mundesh me vërtetu një gjë që gjendet në atë letër kur e diskuton integritetin e atij që e ka shkruajt edhe atij që e ka përcjellë dhe ta ka pru ty. Pra nuk është e logjikshme kjo, për arsye se nëse e diskuton integritetin dhe besnikrinë e atij edhe sinqeritetin e atij, atëherë diskutabile është edhe vetë ajo letër. Njëjtë është edhe me Kur'anin edhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj sahabëve nuk ka dyshim që janë ata hallka themelore e ruajtjes së fesë, apo themelore, thelbësore, kryesore e ruajtjes së fesë. Prandaj në përgjithësi, parimi e Ahlus Sunnetit në lidhje me fitnet të cilat kanë ndodhur në mes sahabeve është i qartë edhe i strukturuar mirë. Ata thonë që ne nuk e ndalim gjuhën tonë dhe nuk paragjykojmë ose nuk gjykojmë veprimet e tyre në kontekstin e atyre konflikteve të cilat kanë ndodhur mes tyre, duke i akuzu apo duke i vlerësu ose nënçmu bazën edhe vlerën e tyre në përgjithësi. Pra, ne kur ka të bëjë, do thot, integriteti e tyre, nuk bëjmë analiza pra që prodhojnë përçarjen edhe diferencimin mes tyre. Që me thonë, ky ka ba padrejtësi, e ky tjetri do thotë e ka pas mirë, e kështu me radhë, gjykim nga kjo natyrë, mirë po çka themi se piknisja jonë është që është e vërtetë që ndërmjet sahabeve ka ndodhur fitne, dhe ka ndodhur mospajtime, mirë po çështjet dhe mospajtimet e tyre kanë pas të bëjnë me çka? Me udhëheqjen në përgjithësi edhe çështja e prioriteteve në udhëheqjen në përgjithësi. Domthonë cila duhet bëhet edhe cila nuk duhet bëhet. Prandaj ata i nënshtrohen parimit që nëse ja ka qellu, i ka dy shpërblime, dhe nëse ndonjëri prej tyre ka gabu, atëherë ka qenë ijtihad e tyre dhe nuk e akuzojmë apo etiketojmë apo vëjmë në pikpyetje integritetin edhe besnikrinë e tij në përcjelljen e fesë në përgjithësi. Prandaj themi që qëndrimi jon është, do thotë, mos me fol për ta, mos me mbajt urrëtie, mos me fut dyshime në besnikrinë e tyre dhe mos me leju gjithashtu edhe interpretimet e gabume në lidhje me ta, mos mi pranu edhe ato, për shembull narrativat e ndryshme, sikur që kemi përmend më herët javën e kaluar apo para 2 javëve, kur në disa zhvillime të caktuara i kanë dhënë kuptim edhe narrativ tjetër ngjarjes në përgjithësi, sikurse që ishte ajo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qenë në hutbë e kanë lënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kanë dalë jashtë, edhe kemi diskutuar dhe kemi shpjeguar se si është çësia atyre të cilët dojnë me i etiketu sahabët edhe me i nënvlerësu ata, edhe si është realiteti asaj ngjarje në përgjithësi, ose ajo e betejës së Uhudit, ata të cilët e kanë shu kodrën, e ngjarje të tjera të shumta, po këto po i përmendni si dy më të njohurat në historinë islame në përgjithësi. Disa nga gjërat të cilat përmenden në përgjithësi apo dyshimet të cilat përmenden në përgjithësi është ajo se neve kemi përmend javën e kaluar
kur kemi folë për adalen, për integritetin dhe besueshmërinë, besnikrinë e sahabëve, një prej dyshimeve të cilat përcjellin apo i ngrisin disa grupacione dhe fraksione kur flasin edhe vënë në dyshim integritetin e sahabëve në përgjithësi, është ajo se thonë si është e mundur sa ka qenë numri i sahabëve në përgjithësi, parafërsisht ka qenë 120.000 sahabe. 120.000 sahabe, qysh ka mundësi mi u dhon atyre një etiketim ose një vlerësim se të gjithë kanë qenë besnik, të gjithë kanë qenë do thotë pra të përgjegjshëm, kur shumicën e tyre nuk i dim kush kanë qenë. A e keni parasysh? Se kemi përmend edhe javën e kaluar që shumica e sahabëve nuk i dim me emra e mbi emra. E tash ata thonë që nuk është logjike kjo që me thonë 120.000 sahabe të gjithë kanë qenë do thotë të besnik edhe të gjithë kanë qenë përgjegjshëm në veprimet edhe në thënjet e tyre dhe në atë që kanë përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përgjigjja ndaj kësaj është shumë e thjeshtë. E para, kur themi ne adale, nuk kemi për qëllim që ata kanë qenë të pagabushëm. E kemi përmendur dhe kemi trajtuar dhe kemi shtjelluar këtë javën e kaluar, këtu s'po du mund dal. Pra kur themi adale, them që nuk i akuzojmë për shpifje edhe për përgënjeshtrim asaj që kanë përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo që nuk kanë gabu ose edhe nuk kanë mëkatu. A keni parasysh? Kjo është. E dyta, që gjithashtu që është e rëndësishme, që kërkon do thot një kuptim i këtij vlerësimi edhe çështjes e ehlusunetit në përgjithësi është se kur thojnë sahabët ose kur thot ehlusuneti për flasin për integritetin dhe besnikrinë e sahabëve, ne sen duhet me pas parasysh që jo këta 100.000 apo 120.000 sahabe konsiderohen domosdoshmë të gjithë që kanë përcjell fen. Bile ajo që ka është domosdoshmë e njohur është që një numër shumë i vogël e sahabeve janë krahasim me këta 120.000, janë që kanë përcjell edhe kanë përcjell hadithën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që na faktikisht i kemi koleksionet e haditheve në përgjithësi. Sahabët të cilët janë marrë me përcjelljen e transmetimeve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shumë i vogël. Tash do t'i shpjegojmë kur themi është shumë i vogël, do t'i shpjegojmë për arsye se jo të gjithë sahabët janë marrë me këtë përcjellje. Posaçërisht sahabët e vjetër. Çka është interesante, transmetues më të njohur të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sahabët e rinj. Domthonë sigaru sahabe i thonë në gjuhën arabe, pra sahabët që si gjenerat kanë qenë matri, jo sikur ata të cilët Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Abdullah ibn Zuberi, Sa'd ibn Abi Waqqasi, domthonë këta sahabët që vërtet kanë qenë e kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe në Mekë edhe në Medinë, nuk janë këta transmetuesit më të njohur të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Transmetuesit më të njohur të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë 4 prej muhaxhirëve edhe 3 prej ensarëve. Kush janë ata? Krejt janë domthonë sahabët të vegjël, domthonë 3. Jo do thot ato gjeneratat e mëdha. Kush janë ata? Prej ma shumë që kanë përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë Ebu Hurajra, pastaj Abdullah ibn Omeri, pastaj Abdullah ibn Abbasi edhe Aisha radiallahu ta'ala anha. Këta janë do thot 4 prej muhaxhirëve. Prej ensarëve është Anas ibn Maliku, Jabir ibn Abdillah, edhe i treti Abu Sa'id al-Khudri. E keni parasysh, këta janë domosdoshmë 3 prej ensarëve. Edhe me këqyr e ka për arsye se këto analiza dhe këto trajtime janë bën nga ulemat në të kalumen. Ibn Hazmi është prej dietarëve të Andalusit i njohur, e ka një libër që flet për sirën në përgjithësi, edhe ka një pjesë, domthonë një shtim Marwiyatus Sahabe, domthonë sikur me thon kapitulli i fundit i librit,
flet për transmetimet e sahabeve në përgjithësi, sa kanë transmetuar, edhe bën një lloj koleksionimi, sqarimi, detajzimi, numrin e sahabeve e kështu me radhë, pra i sqaron në formë shumë qartë atë. E ai tregon, domthon këtë që e thash pak më herët që të klasifikim, ai e sqaron. Edhe thot se vërtet prej këtyre sahabeve këta do thonë 7 më të njohurit. Edhe çka është interesante, që ta të 7-it, nëse këshyrum hadithet të cilat janë përcjell në koleksionet e njohurave të haditheve, më shumë se gjysma e haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë përcjell nga këta 7 sahabi. A keni parasysh? E pse ndodh kjo? Pse për shembull Ebu Bekri, Omeri, edhe ata kanë përcjell, po kanë përcjell shumë pak. Për arsye se sahabët e vjetër fillimisht nuk e kanë pa edhe nevojën në atë kohë kur ata kanë jetuar, do thotë në vitet e para të pas ndrrimit jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë nevoja. Për arsye se sahabët kanë qenë gjallë, secili ka ditë hadithet, kanë ditë, nuk ka qenë nevoja e përcjelljes. A e keni parasysh? Jo, e keni edhe Ebu Bekri për shembull, nëse ka përcjell ndonjë hadith, nuk ka përcjell që o ul një vend edhe ju ka dhënë ders ose ju ka shpjeguar zot. Po në një ngjarje të caktuar ka përcjell hadithin që është ndërlidh me atë ngjarje. A e keni parasysh? Prandaj edhe këta sahabe, posaçërisht të vjetrit, janë marrë më shumë me punë të udhëheqjes së shtetit, sikur Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu radiallahu ta'ala anhu, edhe Abdullah ibn Zuberi, Zubair ibn Awami, baba i Abdullah ibn Zuberit, për arsye se Urwa ibn Zubair është një nga tabiin, ka qenë Urwa ibn Zubair është djali i Zubair ibn Awami. Zubair ibn Awami është prej sahabive më të mëdhej. E ka shoqëruar, faktikisht ka qenë i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka qenë me thon kushtimisht baxhanak me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se e ka pas kun Esma bint Abi Bekr. Kurse Aisha ka qenë do thotë gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prandaj ka qenë shumë i afërt, e ka shoqëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Mekë edhe në Medinë gjithashtu deri në fund, po megjithatë nuk transmeton hadithet shumë. Bila Urwa ibn Zubair, baba djali i tij që ka lind masi që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Zubairi ka qenë sahabi. Urwa ibn Zubair, vllai i tij më i ri, nuk ka qenë sahabi, ka qenë tabiin. Edhe i thot një ditë babës, thot, o bab, thot, po i shoh që mas një kohë që sahabët tjerë po përcjellin hadithet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po s'po të shoh ty që po përcjell ti shumë. Domthon nuk po përcjell sikur këta tjerë. Edhe Zubair ibn Awam ka thonë, o djali jam ka thonë, vërtet unë e kam shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe në Mekë edhe në Medinë, edhe ato që ka po përmendin këta sahabë nuk është që si diun ose si kum dëgju, mirë po e ka rujt veten që o friksu nëse përcjell diçka mos po gabon, mos po edhe e ka rujt veten e tij, edhe ka qenë një njeri që është parë më shumë me xhihad, me punë tjera, kështu që nuk e ka kalu kohën në përcjelljen e haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E keni parasysh. Prandaj edhe për shembull sahabët që Khalid ibn Walidi, ai tjetri janë marrë me fusha, secilin fushën e vet. Një numër specifik i sahabëve janë marrë me transmetimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikurse Abu Huraira. Abu Huraira transmetohet që ka pas mbi 800 zënës. E keni parasysh? Mbi 800 zënës ka pas që është ul edhe ka përcjell hadithet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra ka pas ligjërata derse të vazhdueshme. Abdullah ibn Mas'udi edhe ai është prej atyre që ka përcjell hadithet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po jo pe këtyne shtatëve, është do thotë nër këta. Edhe ai ka pas kohë të caktuar që ka dalë para njerëzve dhe ju ka përcjell hadithin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra, me kalimin e kohës ka ndodhur që ky profilizimi. E keni parasysh, edhe janë ditë sahabët e caktuar që kanë përcjell nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. E jo të gjithë. E pse po e përmendi kët? Po e përmendin kët për arsye se kur e nxitin apo e trajtojnë këtë çështjen se sahabët 120.000 sahabë tash është e qartë, hadithet të cilat janë transmetuar dihet mirë qartë kush ka qenë ai sahabi. Nuk ka qenë domosdoshmë një sahabi i anonim, që s'o dit kush është edhe ka përcjell një hadith. A e keni parasysh? Po o dit qartë kush është, prandaj edhe
vurja në dyshim integritetin e këtij sahabiu apo besnikrinë e tij është e pa kuptim, për arsye se dihet qartë për kënd bëhet fjalë. Edhe tham mbi 50% haditheve janë nga këta 7. Pastaj të tjerë që pra këta që ta 7 janë ata i thonë al-mukthirina min al-hadith, që kanë përcjell hadithin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shumë se 1000, më shumë se 1000 hadithe. Ebu Hurajra ka përcjell 5374 hadithe në përgjithësi. Ibn Omeri ka përcjell 2800. Pastaj Enes ibn Maliku ka përcjell 2600. Aisha ka përcjell 2100. Pra, këta janë domosdoshmë që kanë përcjell mbi 1000 hadithe, këta të 7-it. Kurse janë edhe parafërsisht edhe 25 sahabet që dihen me emra, mbi emra kush kanë qenë edhe kush janë ata që kanë përcjell shumë, po nuk e kanë mri 1000 hadithe. Prej tyre ka qenë Ebu Bekri, ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu, ka qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu, e të tjerë të ndryshëm, Ummu Seleme, gruaja e tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Ash'ari, pastaj Abdullah ibn Amr ibn Asi, Abdullah ibn Mesudi, këta domosdoshmë që kanë përcjell hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht, për arsye se janë njoft me këtë. Dhe për shembull Ibn Mesudi ka përcjell 800 hadithe. Abdullah ibn Amr ibn Asi ka përcjell 700 hadithe. Ebu Bekri më pak, Omeri gjithashtu më pak, Aliu për 1500, gati 600 hadithe ka përcjell e kështu me radhë. Prandaj këta janë ata bërthama e transmetuesve të fjalëve edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur themi e ka përcjell një sahabi, dihet qartë për kënd bëhet fjalë. A e keni parasysh? Prandaj vurja në dyshim integritetin dhe besnikrinë e sahabis është tendencioze edhe është e qëllimshme me pretendimin se kanë qenë shumë sahabe, tash nëse thu të gjithë janë të besnik, atëre je domthon duke vlerësu disa sahabe që nuk i di me emër e mbi emër. Pra nuk është e saktë, pra hadithet të cilat vlerësohen edhe përcjellen edhe shpjegohen, dihen qartë kush kanë qenë ata përcjellësit edhe transmetuesit dhe dihet vlera edhe vlerësimi i tyre në përgjithësi. Për që ata, për shembull, që me e kuptu se ky vlerësim i Ahli Sunetit nuk është vlerësim paushall, që shtojnë me gjuhën e popullit me tahmin që kanë fol, që shto dhe pra janë vlerësime, janë analiza, janë shpjegime dhe janë vërtetime të këtyre haditheve nga ana e këtyre sahabëve me emër edhe me prejardhë, dihen kush janë qartë edhe çka kanë bë edhe kush kanë qenë ata. Për shembull, Ibn Hajar al-Asqalani e ka një libër, Al-Isabe i thuhet, që e ka bë koleksion, i ka përmend të gjitha ata sahabët që janë njohur edhe janë ditë kush janë, domthonë me emër e mbi emër, edhe me prejardhë në përgjithësi. I ka vlerësu, pra librin e tij, domthonë ky libër është referencë, edhe domthonë është një prej librave më të rëndësishme që ndërlidhet me njohjen e sahabëve edhe veprimet e sahabëve në përgjithësi. Pra i ka përmbledh sikur fjalor, domthonë me emër, kush është, kur ka lind, çka dihet për të, kur e ka pranuar Islamin, kur ka në cilat betejë ka marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nëse është prej haditheve, sa hadithe ka përcjell nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si vlerësohet, gradat, veprimet e tij në përgjithësi deri në momentin e vdekjes, çka dihet për të, domthonë kështu i ka shku haditheve dhe i ka klasifikuar, pra libri i tij është do të thotë i ndam në disa kapituj. Fillimisht ka filluar me sahabët që ta të mëdhej, domthonë sahabët gjenerata ma e madhe që ka shoqëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shumti, pastaj ka ardhur me gjeneratat e më të reja dhe i ka vlerësuar, e në fund i ka përmend 12000 sahabe. Domthonë në këtë libër përmenden 12000 sahabe. Prej atyre 12000-ve, 10.000 domthonë i vlerëson kështu. 2.000 prej tyre tregon që njerëzit i kanë konsideru sahabe, po në fakt nuk kanë qenë sahabe, kanë qenë tabiin. A e keni parasysh? Edhe faktikisht vlerësimi i sahabeve janë 10.000, që dihen me emër edhe me prejardhë kush kanë qenë edhe çka kanë bërë kontributi i tyre në përgjithësi.
Neve edhe javën e kaluar e kemi përmend për shembull Musnedi Imam Ahmedit, që i përcjell tash është koleksioni që më shumë ti ka hadithe prej librave, është që ky Musnedi Imam Ahmedit. Ka më shumë se parafërsisht i përmend 900 e disa sahabe që kanë përcjell nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithe. Dikush ka përcjell shumë hadithe sikur se këta sahabe, dikush më pak, dikush 10, dikush 5, dikush 1 e kështu me radhë. Mirë, po ja u përcjell se Musned radhitja e haditheve është në bazë të sahabive. Domthonë Musnedi i Ebu Bekrit edhe i ka përcjell hadithe të cilat janë përcjell i ka transmetuar Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Othmani, pastaj Aliu, edhe i ka rënë për secilin sahabi ka përcjell hadithe të cilat i ka përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i përmend qyshe përmendëm edhe javën e kaluar parafërsisht 900 e disa sahabe. Prandaj po i përmendin këto fakte për me kuptuar që vërtet ajo që ka thesari edhe ajo që ka kemi në dispozicion prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, asnjë nuk është domosdoshmë të përcjellur nga sahabe anonim që nuk dihen kush ka qenë, veç edhe vërtetohet. Pastaj këto hadithe nuk janë hadithe çish më thon ekskluzive, po ka hadithe që janë të përsëritura, të vërtetuara nga sahabia tjetër e kështu me radhë, edhe këto vlerësime e qet në pa vërtetësinë edhe gjykimin, besnikërinë e sahabeve në përcjelljen e këtyre haditheve në përgjithësi. Prandaj dyshimi i parë që kjo që ka ju po thoni që sahabët në përgjithësi janë besnik, sikur është një pretendim i palogjikshëm se 120.000 sahabe, po e themi që është për qëllim që dihen për kë bëhet fjalë. Prandaj dihet historia e tyre në formën edhe mënyrën më të mirë, prandaj edhe integriteti i tyre është i qëndrueshëm edhe nuk ka mundësi me u diskutu ajo se vërtet në atë që ka përcjell nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka diçka do thot apo ka diçka që mundet më përgënjeshtru apo me kanë e qëllimshme gënjeshtra në atë që kanë përcjell ata në përgjithësi. Pastaj prej dyshimeve të cilat i nxisin pak në formë ma konkrete, ka të bëjë me shembullin e Ebu Hurerës. Posaçërisht ata të cilët dojnë me diskutu kredibilitetin e sahabeve, nisen me përmend shembullin e Ebu Hurerës, thonë si ka mundësi. E keni parasysh kur e ka pranuar Islamin Ebu Hurera në Khajber, në vitin e 7 Hijretit. Edhe o shoqëruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam prafërsisht 4 vite. Domthonë në viti 7, i 8, i 9, i 10, domthonë në vitin e 11 ka ndruar jetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kanë thonë si është e mundur një sahabi që e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam 4 vite me përcjell më shumë të hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mbi 5000. Prandaj kanë thonë që kjo është pra tendencë, këtë e përdorin edhe orientalistat në kohën bashkëkohore, po gjithashtu edhe grupacioni shiav kur dojnë me nënvlerësu hadithet apo sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e cila vërtetohet në librat e ehli sunetit në përgjithësi. Përgjigjja ndaj kësaj është shumë e thjeshtë, edhe kjo domosdoshmë shumë e lehtë. Fillimisht në këto 4 vjet që ka qëndruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Ebu Hurera, vazhdimisht nuk është marrë as me tregti, as nuk është martu, as nuk është marrë do thot me punë, po vazhdimisht ka qenë në xhami edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky shoqërim e ka bërë që me përcjell çdo lëvizje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me pas do thot këtë përparësi. Pastaj gjithashtu edhe ka transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për me mia forcu kujtesën këtij njeriu, edhe është do thot edhe reflektimi i asaj duaje. Pastaj çështja tjetër që gjithashtu është e rëndësishme është që edhe vetë Ebu Hurera përcjell që vërtet ka pas një aftësi me dëgju ose me dëgju diçka që me majt mend me njëherë. Pra e ka pas këtë aftësi, për dallim njerëzit nuk janë të gjithë njëjtë. Dikush ma mend ma shpejt, dikush ma ka dalë e kështu me radhë, e ka pas do thot të veçantë edhe të theksuar tek ai. Pastaj gjëja tjetër si gjithashtu është edhe fakti se Ebu Hurera ka pas nxënës që e kanë përcjell edhe ju ka shpjeguar atyre edhe nxënësit e tij, pastaj kanë përcjell hadithet e tij në përgjithësi. Sikurse
ta marr një shembull thjesht që ndoshta e keni parasysh, në histori njihen 4 imam të më të njohur, apo Ebu Hanife, Maliku, Shafiu edhe Ahmed ibn Hanbeli. Këta do thot 4 imam e njohur të medhhebeve, apo nuk do të thotë që nuk ka pas edhe ulema tjerë. Në kohën e Imam Ebu Hanifes ka pas ulema tjerë shumë. Auza'i, Sufjan al-Thauri e të tjerë shumë kanë qenë që nivelin e këtyre imamëve kanë qenë në diturie njohuri. Po cila ka qenë përparësia e këtyre, pse thanjet e tyre, mendimet e tyre, argumentimet e tyre janë përhap më shumë edhe kanë betë si shkolla fikhore, një prej arsyeve ka qenë edhe nxënësit e tyre. I kanë përcjell do thotë edhe prandaj edhe kanë vazhdu pra atë që e kanë shpjegu edhe e kanë diskutu këto në derset e ndryshme. Prandaj edhe Abu Huraira e ka pas këtë veçanti se vërtet ka pas njerëz që ju kanë afruar edhe kanë marrë dituri edhe mësim prej tij në përgjithësi. Pra hadithet e tij nuk kanë qenë domosht izolume, nuk kanë qenë domosht hadithe, po janë përhap, pastaj edhe kjo ka qenë arsye. Pastaj çështja tjetër që ka të bëj 5375 haditha, po 74 hadithe, kur themi 5374, ju të gjitha ka shumë për këtyre haditheve që janë do thotë të përsëritura në për libra të haditheve. A i keni parasysh, janë të përsëritur. Një hadith për shembull ka me transmetime të ndryshme, prandaj edhe është numëruar si transmetim e Buhari's, po është domosdoshmë hadith i përsëritur. Dhe kësi hadithe kemi edhe në Buhari edhe në Muslime, në këtë hadithe kemi domosdoshmë hadithe të përsëritura. Pastaj kur themi 5374 hadithe, prap është për qëllim që hadithe që janë transmetuar prej Ebu Hurairës, po jo të gjitha janë të sakta. Për arsye se zinxhiri i transmetuesve pra ka prej tyre që hadithe janë të dobta, jo për shkak të Ebu Hurairës, për shkak të zinxhirit tjetër. Pra dikush ja ka atribu hadithin Ebu Hurairës, që në fakt Ebu Huraira nuk e ka thënë. A e keni parasysh? Pastaj kur themi pra ka transmetuar shumë hadithe mbi 5000 e sa, atëherë prap është për qëllim hadithet me thonë parafërsisht në Buhari dhe në Muslim, që ka jënë do thot prej hadithet muslimit, e mërrin parafërsisht numrin 500 ose 600 hadithe. Kjo do më numri që gjindet në Buhari dhe në Muslim në hadithet sakta. Parafërsisht kanë ba do më në kësi analiza muhadithin në përgjësi, mundet me mërri deri në 1000 hadithet të Ebu Hurairës ose 800 hadithet e Ebu Hurairës, të cilat janë do thotë të vërtetuara dhe arrin gradën e sahihit. Prandaj kjo është shumë e logjikshme dhe shumë e arsyeshme, mirë po krejt ajo që është domthon kur flasin për arsye se po duam e përmend, ndoshta juve më thon pse po e përmendim këto gjana, ka libra në gjuhën arabe, po gjithashtu janë përkthyme edhe në anglisht, edhe ka youtubera edhe njerëz do thotë kur dojnë me fut dyshime në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i përmendin këto, akuza më e madhe që e bojnë do thotë në Ebu Hurairën se si është e mundshme me përcjell kaq shumë hadithe kur ai është shoqëruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam vetëm 4 vite. A e keni parasysh? Prandaj unë po i bëj këto shpjegime për nëse dëgjoni ndonjë është domon tendencë për me ul edhe për me nënvlerësu vlerën e fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke pretenduar se Ebu Huraira, ajo që ka përcjell nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra në një formë ul çat besueshmërinë dhe besnikrinë e Ebu Hurairës në atë që ka përcjell nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë, po kjo nuk është e drejtë edhe nuk është e qëndrueshme. Prej dyshimeve gjithashtu që përmenden në lidhje me sahabët në përgjithësi është edhe çështja e ehli bejtit. Kush janë ehli bejti? Janë familja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra familja e afërt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pretendimi disa njerëz apo disa grupacioneve qëndron nga piknisja se ju po e ngritni dhe po i vlerësoni sahabët në përgjithësi, në anën tjetër nuk po i vlerësoni ehli bejtin dhe familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që këta janë do thotë ma primar që të vlerësohen edhe të pasohen në përgjithësi. Që kjo do mund që ka është ajo
tendenca edhe piknisja e posaçërisht do thot grupacionit të shijave, që ata thonë na e pasojmë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra Fatimen, Aliun radiallahu ta'ala, Hasanin, Hysenin e të tjerët në përgjithësi. Si është përgjigja apo që çësia apo qëndrimi i Ahlus Sunnetit në lidhje me familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ajo se vërtet nuk ka ndarje në kuptimin e vlerësimin mes sahabeve edhe familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është e vërtetë që familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë disa përparësi dhe privilegje, prandaj edhe ne sa herë që bim salavat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka themi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. O Allah, po bim salavat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra i veçojmë gjithmonë edhe i vlerësojmë. Dhe kjo është ajo çfarë manifestim do thot i respektit edhe nderimit të familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi. Edhe parimisht edhe sahabët në përgjithësi e kanë vlerësuar edhe i kanë nderuar këta edhe në ndarjen e pasurisë në kuptimin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo send. Po ajo që ka dallon mes neve edhe Ahlus Sunnet edhe shijave në përgjithësi është se shijat pretendojnë që pasardhësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më konkretisht Aliu radiallahu ta'ala anhu, Hasani, Hyseni, Fatimia e kështu me radhë, pretendojnë se këta janë do thot në një nivel që i konsiderojnë domosdoshmë si qenie të pagabume. Domthonë e ngrisin mbi nivelin e njerëzorës. Pra njerëz që krahas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur shpallja, edhe këta kanë pas një lloj komunikimi, një lloj shpallje direkt me Allahun e Madhërisht, prandaj janë njerëz të zgjedhur edhe i besojnë këto 12 imam që i trajtojnë domosdoshmë si njerëz do thotë që e dinë të fshehten, e dinë të ardhmen, janë të pagabushëm, edhe ata dalin nga ai sistemi që vërtet mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam primare që me qenë halife muslimanëve ka qenë Aliu, pastaj Hasani, pastaj Hyseni dhe sahabët apo imamet mas tyre në përgjithësi. Dhe kjo tendencë nuk ka kurfar argumentimi as në Kur'anin famlar, as në hadithe apo në thëniet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që do t'i shpjegojmë në formë detajzuar kur vim te ngjarjet konkrete, po dallimin mes neve edhe shijave qëndron në faktin se ne ehlebetin, familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e ngrisim mbi njerëzshmërinë e tyre. Ata kanë qenë njerëz sikurse njerëz të tjerë, po vetëm ka qenë privilegje e tyre që kanë qenë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i nderojmë edhe i respektojmë, edhe gjithashtu sahabët e kanë manifestuar ata dhe ata janë kuadër të sahabëve në përgjithësi dhe kanë bashkëjetuar me sahabët sikurse Aliu, Hasani, Hyseni në përgjithësi dhe nuk ka pas ndonjë konflikt që pretendohet që ka ekzistu në mes sahabeve edhe në mes familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tëra çfarë pretendohen janë do thot disa veprime dhe ngjarje konkrete për të cilat inshallah do të flasim aty kur të vim konkretisht në shpjegimin e sirës në përgjithësi. Pastaj prej gjërave që pretendojnë apo që i nxisin do thot si dyshime karshi sahabeve në përgjithësi është tek ajo se vërtet kemi përmend që ka ndodhur fitnë në mes të sahabeve, në mes Aliut radiallahu ta'ala anhu edhe Muavijes, në mes Abdullah ibn Zubairit edhe disa sahabeve të tjerë, në mes Aishës edhe Aliut radiallahu ta'ala anhu, mirë po të gjitha këto mospajtime dhe fitne ndërlidhen me çështjen e udhëhesjes së disa veprimeve dhe ngjarjeve konkrete nuk kanë bëjnë me fen edhe me atë që ka shpjeguar apo është zbrit në Kur'anin famlar në përgjithësi. Sikurse që është do thotë ngjarja e mospajtimit mes Muavijes edhe Aliut radiallahu ta'ala anhu ose ngjarja mes Aishës edhe Aliut radiallahu ta'ala anhuma në përgjithësi, pra janë mospajtime në udhëhesje edhe këtu kanë ndodhur disa konflikte, këtu kanë konflikte se cili ka pretendu se është në të drejtën dhe në hak, edhe e ka mbrojt atë, jo nga këndvështrimi se ata tjerët kanë dalë prej fesë, apo kanë dalë prej po ata tjerët në gabim edhe unë jam në të vërtetën në rastin konkret, e jo në përgjithësi në fe. Ashtu që është pretendohet nga shijat në përgjithësi.
Prandaj gabimi i tyre ka qenë në çështjet e ijtihadit, që tham pak më herët, nëse kanë gabu diçka, atëre gabimi i tyre vjen do thot në kontekstin e shpërblimit, dhe nëse e kanë qëllu të vërtetën, atëherë shpërblimi i tyre dyfishohet, ashtu që ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nëse një njeri pra në një sen gjykon në një situatë apo në një rrethon caktuar, gjykon do thot me ijtihadin e tij, domosdoshmë se është do thot në gradin e atyre që kanë drejt do thot me gjyku, atëherë pra ka shpërblim nëse ka gabu e nëse e ka qëllu i ka dy shpërblime. Dhe kjo në asnjë formë nuk e nënvlerëson apo nuk e ul integritetin dhe besnikrinë e sahabeve në përgjithësi. Pastaj prej gjërave që përmendin në përgjithësi është ajo se dhe e fundit kjo është se shumica pra pretendojnë që shumica sahabeve, sikur që thonë fraksioni i shijave në përgjithësi, shumica e sahabeve, mos them domon të gjithë sahabët, përveç në disa transmetime kanë thonë 3 prej tyre, në disa tjera 5 prej tyre, të gjithë kanë dalë prej të vërtetës dhe kanë dalë prej fejes. Domon të gjithë sahabët, që shtu thonë shijat, edhe i përmendin me emra 2-3 sahabe, në disa transmetime 5, e që faktikisht është e palogjikshme për arsye se në këtë shoqëri ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu, ka bashkëjetuar me ta, ka nejt me ta, është konsultuar Ebu Bekri kur e ka marrë khilafetin me Aliun radiallahu ta'ala anhu, pastaj Omeri, pastaj janë martuar mes veti, e kështu me radhë, pra ka ndodhur më shumë veprime të cilat faktikisht logjikisht nuk është e akseptueshme që ka ndodhur ajo çka po pretendojnë të thotë shijat në përgjithësi, dhe kjo është faktikisht një lloj pretendimi që nuk është e logjikshme dhe nuk është e arsyeshme. Këto ishin pra disa nga dyshime që domosdoshmë të përgjithshme që i nxisin apo të ngrisin disa nga grupacionet të përgjithësi. Inshallah neve javën e ardhshme fillojmë me ngjarje konkrete, edhe aty ku ka nevojë të shpjegojmë edhe të qartësojmë se çfarë ka ndodhur do t'i shpjegojmë, dhe me kaq po e përfundojmë dersin e sotit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah i shpërbleft.